Qindra studentë në Tiranë organizuan një protestë në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, të cilët kërkojnë që provimin e jurisprudencës ta zhvillojnë në gjuhën shqipe. Protesta u organizua në sheshin Skënderbej për të vazhduar më pas një marshim drejt ambasadës së Maqedonisë së Veriut në Tiranë. Me pankarta në duar, studentët theksuan se do të qëndrojnë në mbështetje të studentëve të Maqedonisë së Veriut, nën moton një gjuhë na bashkon për te kufive. Sot i kemi lënë gjitha vetëm për kombin, vetëm për të bërë bashkë, vetëm për të drejtën që sot jemi të gjithë tu. Mos mendoni se zëri juaj nuk dëgjohet. Çdo njeri që bashkohet bëhet forcë për këtë komb. Ne duhet ta shohim si detyrë ndaj vendit tonë, të ngrim zërin sa herë që rrezikohet identiteti ynë. Ne nuk mund të heshtim kur preken shqiptarët. Ne nuk mund të heshtim kur preket gjua që na kanë lënë amanet parët tanë. Sepse kjo gjuhë është gjaku, historia dhe krenaria jonë. Ata menduan se studentët shqiptar Maqedoninë e Veriut janë vetëm, por harruan se një Shqipëri e tërë i ka sytë e mendjes e të zemrës mbi ta. Shia e pushtetit u bëri gjakun ujë disave, e i bëri të pyesin nëse vlen apo nuk vlen kauza e studentëve shqiptar. Nuk u interesuan se si 40 rinj shqiptar student nga Tirana u ndodhën në terror psikologjik 8 orë rrugëve të Maqedonisë, por nga dëshpërimi për pushtet, por të dëshpëruar për pushtet, injoruan atë që i sollin pushtet, gjuhën shqipe. Kujtojmë se në 18 maj studentët shqiptarë të Maqedonisë së Veriut zhvilluan protestën e dytë në Shkup për gjuhën shqipe, ku të pranishëm ishin dhe mira student nga të gjitha trevat shqiptare. Ata kërkuan dorëheqjen e ministrit të drejtësisë së Maqedonisë së Veriut. Protestat vinë si shprehje e revoltës së studentëve pas refuzimit të kërkesës së tyre nga ministri aktual i drejtësisë Igor Filkov.